Një vizite imja në Obiliq. Aty më pret Arisi, një djalë 12 vjeçar, me cilin sot do të flasim rreth librit të tij, Zemra e fëmirisë. Bisedën do e zhvilloj në bibliotekën e qytetit. Të dashur miq, sot kam marrë në Obiliq për një arsye të vetme, për të zhvilluar një bisedë me Arisin, një djalë 12 vjeçar, i cili na ka sjell një libër jashtëzakonisht të bukur me poezi që quhet Zemra e fëmirisë. Unë tash jam këtu në bibliotekën e qytetit, një bibliotekë e cila tash është hapur pothuajse 3 vjet dhe siç më than, promovimi i parë i librit është bën nga Arisi. A është e vërtetë Aris? Po. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur në aventurat tona. Mirë se ju gjatëm. Dua të uroj për librin tonë sepse me shkruajt një libër nuk është pak, gjithsesi edhe me botu, por edhe me promovu. Trego si të ka lind ideja që ti me qenë autorin një libri? Po, në fillim ideja ka lindur kur kam qenë 10 vjeçar, në klasën e 5, kur më kanë vrejt arsimtarët, po ashtu njëkohësisht edhe prindërit, për talentin tem të jashtëzakonshëm të shkrim. Pastaj në klasën e 7 më erdhi ideja me shkruaj libër, mbasi nuk duhet me lënë talentin tënd me shku veç poshtë, duhet me punu shumë mirë që me arrit një qëllim. Po pra, siç të dashur miq, shihni sa gjëra të bukura po na tregon Arisi që talentin do të me çu tutje, domethënë duhet me punu shumë e shumë për me përforcu talentin edhe më tepër. Po, se talenti lind, por puna e zëshme dhe puna e mirë përfitohet nga vetë njeriu, pra duhet me punu sa më shumë që me arrit talentin tënd me çu hala më shumë. Po. Trego, në cilën shkollë je ti? Jam në shkollën Dere Ibrahim Rëgova, këtu në Obiliq. Klasën e 7. Klasën e 7. Në kuadër të shkollës, cila lanë pëlqen ty më shumë ti? Në fillim kur kam ardhur me arsimtar në klasë 6, më ka hi në zemër fizika, por tani më shumë gjuha dhe letërsia. Po, natyrisht, sepse na ke sjellë edhe këtë libër. Dua të vim tash pakës te promovimi i librit. Si e ndi atë ditë kur i ke pas miqt, i ke pas familjarët, besoj që ke pas dhe shokë të klasës në promovim? Po, unë natyrisht jem ndjej gëzueshëm, por kur i kam pa dhe miqt që kanë ardhur më përkra, arsimtarët dhe drejtoreshat e ndryshme të kulturës, jem ndjej hala më shumë më mirë edhe më i gëzueshëm. Si shkoi promovimi atë ditë? Në fillim, paraprakisht i kam nënshkruar disa libra që m'ja dhuru arsimtarëve, drejtoreshave që ishim pranishëm. Pastaj kanë folur redaktoria edhe 2 lektorët. E kanë shprehë se qysh unë jam një talent edhe duhet me punu hala më shumë. Pastaj edhe kanë marrë fjalën edhe njerëzit që kanë qenë të pranishëm, po. Kanë folë edhe ata. A e pati arsimtaren e gjuhës shqipe prezent? Po. Qysh u ndi ajo kur e din që nxënësi vet po merr pjesë në një promovim? Vërtet, jo po merr pjesë, po ti je autori i librit. Po. Ajo ndje shumë e gëzueshme, e lumtur, po edhe ka shprehë me fjalë që i tha ka qenë dhurata më e mirë për 8 mars që e ka marrë. Sepse ka qenë promovimi bashkë për 8 mars. 7 mars. Po. Arsimtare, po të përshëndesim prej këtu edhe po më vjen shumë mirë që i keni thonë këto fjalë, që ju e keni marrë dhuratën më të mirë, edhe dhurata më e bukur është kur ju e merrni prej xhazëve tu. Këtu po shoh shumë, kthehemi përsëri ndërkohë prapë te promovimi i librit, ndërkohë këtu po shoh shumë mirënjohje, shumë lavdata, shumë certifikata, apo më tregon për çka janë këtu? Këto certifikata janë të larmishme, më së pari kam marrë në kursin tim ProBit, cili është i programimit, dhe të tjerat janë nga shkolla, Dere Ibrahim Rëgova si mirënjohje dhe lavdata të mësimit jashtëzakonshëm. Pastaj ka shumë lavdata të qendrës rinore në kursin ku jam duke mbajtur njëkohësisht edhe gjermanisht edhe anglisht. Do thonë, ti po don me mësu 2 gjuhë njëkohësisht apo? Po, anglishtën vetë se e di. Po. A e vështirë gjermanisht edhe pse thonë që e ka shumë të vështirë gramatikën? Jo, si ta marrësh me seriozitet, nuk është e vështirë. Domethënë, asnjë punë nuk është e vështirë nëse ne ulemi, mësojmë atë përpara neve na thoshin nxeheni karikën. Na kurse kuptoshim çka do të thonë ajo nxehë karikën. Nxehë karikën është më ulja 2 orë, më ul edhe më mësu. Pas gjitha këtyre kurseve që po i kryejm programimit, çka mendon të ardhmen kur tritesh që mundesh me u bë? Apo është pyetje që s'bën me ta bë? Sigurisht mëni me bë.
Në të ardhmen unë shoh veten më së pari si shkrimtar. Nëse dështon kjo punë, kam shumë larmi talente të ndryshme, si programim, gjuhë, mund me pas të ardhme shumë të ndryshme. Po më së pari kam me shku për shkrimtar, pastaj në shumë tjera. Po, për të vazhduar në tutje, do më thonë, ti duhet të lexosh shumë, Po. mandej sigurisht do të hysh në fakultet të gjuhës dhe letërsisë, por që unë mendoj që nëse të ardhmen ti përsëri mirësh me shkrime, kjo nuk të ndalon ty me qenë edhe programer. Po, nuk... E bën dizajnin e librit tënë vetë, është ashtu? Këto i pashtë edhe motrën edhe vllaun tënë. Po. Trego sa i kjeta për krahës. Po, më kanë përkra motra dhe vllau shumë. Vllau është, ende i vogël të pashtë, sigurisht. Po, motra është në klasë 5, edhe natyrisht që më ka përkra në çdo zgjidhje që e kom bë, në çdo lëvdat, në çdo mirënjohje, në gjithçka. Ata e ke pas afër apo? Po. Nana dhe babi? Po, njëkohësisht edhe mami e babi, ata janë kanë të parë që më kanë zbulu talentin. Pastaj ardh fjallat e arsimtarit edhe kom botu librin. Kush ka qenë ai i cili ta ka botu këtë libër? Ka qenë redaktore arsimtarja Sania Ahmeti, e cila është arsimtare në shkollë të mesme këtu 17 Shkurti. Më ka ndihmuar me korrigjime edhe me vetë botimin e librit. Po. Tash nana pakës te përmbajtja e librit. Të dashur miq, këtu një shoh që janë 72 poezi. Pra, një djalë 12 vjeçar në librin e tij të parë i ka brenda 72 poezi. Pse poezi? Është zhanër shumë i vështirë apo? Po, me poezi e kom gjetë veten që më u shpreh më mirë. Pra edhe në prozë edhe në tregime më u shpreh, po në poezi i bëj vetë me qef. Pra më u shpreh më mirë në poezi se sa në zhanra tjerë. Çka është ajo tema kryesore që ty të pëlqen më shumë ti me shkruajt? Tema më kryesore që më pëlqen mu janë prozat gjata. Se në ato kam një larmi të madhe të shprehjes, më u shpreh më lehtë. Po në poezi nuk ka diferencë, edhe këtu më u shpreh lehtë. Unë zgjedh zhandra që vetë mu më pëlqejnë, jo zhandra që një njeri tjetër i pëlqen. Po. Po sepse kur ti zgjedh një temë të caktuar me shkruajt, ti vetëm në kokën tonë fillon ato shkronjat me të lidh dhe me të kriju një varg, besoj. Po. Këtë libër sigurisht na që shkruajmë nga pak të dashur miq, gjithmonë kemi një tregim ose një poezi që kemi më për zemër. Cila është ajo që të pëlqen ty më shumë te libri yt? Te libri jam ka qenë poezia Deti flet, faqe 12, sepse e përshkruan se qysh na nuk duhet më ndal kurr, duhet vetëm të vazhdojmë, edhe si e kam marrë si shembull detin, i cili kurr nuk ndalet edhe vetëm bën val. Atëherë, a e kam knatësin edhe unë, po dhe fëmijët tjerë që na shohin në televizion që ti ta lexosh këtë poezi? Po. Deti flet. Buz detit u ula një ditë. Era më lëdhatoj me një fjalë të dritë. Valët më folën, më thanë me zë, jeta është rrugë, mos u dorëzo. Një valë e madhe, një valë e butë, të dyja së bashku lundrojnë pa frikë, si zemra që rre, si koha që shkon, deti me fjalë më këshillon. E posh lart detin e kaltërt, si një pasyrë që fsheh një tjetër. Mësova nga uji, nga valët e tij, se gjithmonë ka shpresë, gjithmonë ka lumturi. Nisa, cila poezi po të pëlqen ty? Diçka më la përshtypje fjalët e arta. Kisha pas edhe unë kënaqësinë teme me të ndëgju ti të e lexo. Apo? A moj? Po. A lexo. Faleminderit është si një dritë, që zemrën ta mbush, ta bëj me dritë. Një të dua ku shprehet me zemër, ndryshon botën e bën më të ëmbël. Një më fal e thjeshtë dhe një mirdita janë si petale në kopshtin e jetës. Përdor këto fjalë, shpërndaj kudo dhe bota do ndriçoj me mirësi plotso. Kur fjalët e mira në zemër ti mbash, si lule të bukura ato do t'i ndash. Në çdo njeri një rrezë do ndriçoj, një botë më të bukur do të krijoj. Vërtet, një poezi fantastike. Po më pëlqen që i ke përdor disa fjalë të bukura, siç është faleminderit, siç është fjala të dua, ose është fjala më fal, ose fjala mirdita. Ti këto i ke quajtur si petale në kopshtin e jetës. A janë të tilla? Po, janë.
Këtu fjalë janë se kur t'i shprehim na me zemër edhe me shpirt, mund ta ndryshojnë një ditë vogël të dikujt. Pra mund m'ja ndryshu gjithë ditën dikujt vetëm me këtu fjalë. Po. Sidomos kur ne ndoshta pa qëllim ndonjëherë dhe i lëndojmë njerëzit, por patjetër duhet ta themi fjalën më fal. Sepse fjala më fal është një fjalë artë, kur ti kërkon falje për një veprim që e ke bo dhe e shtin personin tjetër me u ndi mirë që e ke pranu fajin. Po. Apo? Po. Te fjala më fal, edhe pse ti nuk kuptohesh me atë person, nuk mendon që është mirë, ti prap pa i thënë më fal, ai kur nuk do të besoj, nuk do të kuptoj. Ti duhet të fillosh prej vetës, ti thuash më fal, edhe pastaj e personi i dytë do të mësohet, do ta shet që ti vetëm i kërkuve falje, edhe pastaj nuk do të shkaktoj më asnjë presion apo çfarë do lloj. Thjesht fjala më fal e ndrejç gabimin. Nëse kemi po një gabim, kërkojmë falje e ndrejç gabimin. Aris, tregom në shkollë si kalon me shokët e shoqe? Në shkollë kaloj mirë, kryesisht mirë, me shoqe gjithë. Kam jashtëzakonisht përkraje të madh edhe prej tyre, pra më kam përkrahë dhe ata, nuk është që duhet me i lanë jashtë edhe ata. Janë përkrahës të mëdhej, një nga arsyet e para që unë e kom botu këtë libër, mbas sigurisht arsimtarëve dhe prindëve, janë edhe ata që më kanë shty me volimin. Mandej ti ju ke dhuru atyre librin, apo? Po. Tash ata në bibliotekën e tyre në shtëpi e kanë librin tonë, apo i lexojnë poezit? Po, më shumë se gjysmën kanë jep shumë vlerësime të mira për poezi, pra më kanë tregu, janë shpreh që e kanë lexuar gjithë librin, edhe kanë po që poezit ishin shumë më të mira se sa poezia e rregullt. Apo. Sigurisht edhe tash ata edhe janë kështu pak më si subjektiv sepse ty të kanë shok. Po. Edhe ndihem mirë. Aris, çka tutje? Çka mendon në shkollë të mesme, edhe pse ke kohë dhe 2 vjet, por Po, tash për me fol në qëtë moment nuk kam asnjë ide ku kam me shku në shkollë të mesme, në fakultetet. Normalisht kuptohet që në gjuhë letërsi, por për më shumë nuk kam asnjë ide tani për tani. Po. E kështu je duke shkruar ende se më herë vetëm i përmende prozat edhe tregimet. Po, kjo është vetë fillimi, kjo është vetëm një mësim që më mësu gabimet mos t'i përsëris më. Në librat e tjerë çdo të thotë që kam e bë vetëm poezi, mund të ketë proza, romane, tregime, gjitha. Tregimet janë shumë të bukura. Po. Sepse ndoshta në një faqe 3-4 faqe ti e shtjellon një temë të caktuar, Po. edhe secili prej nesh mund me gjetë veten në një tregim. Po. Apo? Ka rëndësi edhe zgjedhja e fantazisë apo të vërtetës. Nëse jam duke shënuar një libër për fëmijë, normalisht e zgjedh fantazinë për me i shty ata me lexu ende. Por çdo të thotë që do ta lë pra edhe realitetin, pra me shënu tregimet reale që kanë ndodhur ose do të ndodhin, tregime të bukura, po edhe zhanra tjerë. Po. Dua të lidhem te kjo fjala që the reale. Atash po kalojmë tash ndoshta në diçka tjetër. Çka të preokupon ty si fëmijë, po ndoshta edhe shokët e tu në jetën reale? Për shembull, po shohim që po ka shumë video që nuk janë as pak të mira, jo vetëm për moshën tënde, po edhe për moshën time. Apo të shqetësojnë këto gjëra? Po, normalisht më shqetësojnë, por më së pari është edukimi i prindit. Pra, gjithë përgjegjësinë, mos them gjithë gjysmën e përgjegjësisë e merr prindi. Për çdo gjë që fëmia vet sheh në internet ose bën, çfarë do lloj gjëje. Pra, duhet jenë më edukatimor, duhet t'i edukojnë fëmijët që e keqja është e keqe dhe e mira është e mirë. Edhe natyrisht duhet me pas kujdes gjithë së bashku. Po. Një gjë që më mbledh shumë përshtypje, që edhe duhet të jetë ashtu, biseda e qiltër me prindër. Po. Sa është e rëndësishme kjo për ty? Në jetë është... Du të flasim në shumë, apo? Po. Që unë të jemi të bëjmë intervistë, por njëkohësisht ne edhe po flasim edhe po e njohim njëri tjetrin. Po, duhet t'jeni të kuptueshëm me prindërit e tu, sepse ata janë të vetmit që kanë me të përkrahë gjithmonë, kanë me të besu gjithmonë, edhe nëse ti nuk hapesh me ta, ndoshta e ke ndonjë shok që hapesh me ta, por me prind është një histori tjetër. Po, sepse familja është ajo e cila neve na përkrahë në çdo cep të kohës tonë, në çdo cep të jetës tonë, edhe për çka do të qoftë ne duhet me trokitë e familja dhe ata na hapin dyert.
Në këtë bibliotekë tani dua ta zhvilloj edhe një bisedë me Erinën, e cila është motra e Arisit. Erina, si je? Mirë. Si po ndihesh sot në këtë intervistë? Unë ndina krenore për vllahun tim. Oh, çfarë fjale e bukur. Unë ndina krenare për vllahun tim. Po pra, ne gjithmonë duhet i përkrahim vllahun ose motrën ose aturi me atij të ta zhvillojmë bisedën? Hajde. Tregom, a i ke lexuar poezi që ka shkruajtur vllau yt? Kam lexu 2 ose 3, edhe më kam pëlqyer. Edhe çush i ka shkruar kë më kam pëlqyer shumë. Tregom ti mu, a ke pa Erisin herë pas here të shkruajt në shtëpi apo si ta mërmen që ka lind ideja me bo libër? Kur u kanë në shkollë, lexoj kë shumë edhe tani ja nisi me shkru poezi të ndryshme edhe tani mbi 3 ka i kep edhe më pëlqeshin. A ti ka tregu poezi, do me thonë mas parti ka tregu ty, apo? E tregom, a ki... edhe ti sikur se vllau yt po shkon në kurs. Çfarë kursi shkon apo më tregon? Shkoj në kursin e anglishtës dhe të gjermanishtës. Cila po të pëlqen më shumë? Anglishtja, se më e lehtë. Se më e lehtë, po. Po besoj që të dyja kemi i kry mirë apo me i përfundu me kurset, sa nivele janë ato, 6? Mendoj që janë 6 ose 7. E mandejnë të ardhmën e flet gjuhën rrjedhshëm edhe anglisht dhe gjermanisht. Po edhe kështu edhe në shtëpi folim bashkë me vllahun. Sa mirë. Do të thonë ju pande edhe praktikoni këtë në shtëpi, apo? Po. E tregom ti në cilën shkollë je dhe në cilën klasë? Jam në shkollën Dr. Ibrahim Rogova edhe në klasën e 5. Klasën e 5, do të thonë ende jemi mësuese? Po. Momentalisht çka jeni tu mësu? Më tregon? Jena të mësu edhe për pranverën më shumë edhe për thysa të ndryshme. Sa janë të vështira thysat? Nuk besoj se janë shumë të vështira, ama ndoshta për t'i kanë jena për mua jo. Sa bukur. Për ty nuk janë. E pse janë për ty të vështira, po më tregon? Sepse mësuesej shpjegon shumë mirë edhe rrjedhshëm edhe më me kuptu. Po pra, edhe mandej ti kur shkon në shtëpi, ushtron matematikën edhe i mëson, apo? Edhe në sen që nuk di e veti vllahun edhe mi tregon. Po çka na flet shoku i ti më i ngushtë Melosi? Të dashur miq, afër meje ka Melosin, i cili është shoku i ngushtë i Arisit. A është ashtu, Melos? Po, Si je sot? shumë mirë. Tregom, si e ndi dhe ti ke qenë në promovim të librit të Arisit, apo si ka qenë ajo ditë? Ajo ditë ka qenë shumë e veçantë për me se kom prit për Arisit që ka botu librin, më ka duk shumë interesant dhe jam duke lexuar nga pak në pak. Po të pëlqejnë poezi që janë brenda saj? Po më pëlqen. A ke zgjedhur ndonjë poezi që duket më interesant? Jo ende, se njerë po du me lexu librin me kuptu mirë, tani me zgjedh ndonjë poezi që më pëlqen mu ma shumë. Tregom, çka bën ti në kohën e lirë? Në kohën e lirë teme ma shumë merr na qysh me thonë me video lojra edhe duke programu më mësu programim edhe më ka pak lexoj. Do me thonë edhe Arisi ma herët më tregoj që është në kurs të programimit, do me thonë jeni bashkë aty, apo? Po, unë jam të një nivel tjetër më të ullet fillestar, e kë Arisi do me thonë është të një level ma i lartë sëne. Hajde tregon ndoshta për fëmijët e tjerë që nuk e kuptojnë çka është programimi. Aris, mundeni të dytë më na tregu çka është programimi me fjalët tua? Mund të them se programimi është një lloj komunikim ose qysh me thonë gjuhë, se e përdorin njerëzit për me bon një send, ndonjë lojë ose ndonjë website të ndryshëm, a e kupton? Sidomos tash në këtë kohën e teknologjisë, Aris, programimi është mjaft i kërkueshëm, besoj. Po. Është i kërkueshëm sepse ka shumë njerëz që vetë dojnë website-in ose lojën e tyre ta programon dikush, pra është shumë e rëndësishme në këtë vit. Tregom, unë më herët e pa sheshin aty, sa ju ofron mundësi të mira Obiliqi për aktivitete të ndryshme, ju si të ri që jeni? Ofron mundësi të ndryshme, shembull në Biliq është një fush e kekut, aty ndonjëherë shkojmë bëjmë grup me shok, mas shkolle ose kur jena në për pushime, zakonisht mbledhem edhe shkojna lujna bashk, sa mos më nejt brenda të ditën në për teknologji. Edhe ki biblioteka ku momentalisht jemi tu e xhiru këtë intervistë, po duket shumë e mirë. A veni shpesh këtu? Jo shumë, a din se ma shumë preferoj me lexu të shtëpia, a din ma nga të familjes, unë vjen diqysh ma letë. Unë pajtona me ty, sepse gjithmonë kom mësu në shtëpi, nuk kom shku në biblioteka asnjëherë, por nuk është kjo mangësi, besoj, a? Si me lexu mi kuptu senet mirë. Hajde folëm një diçka edhe për miqësinë. Sa është miqësia e rëndësishme ditë sotit?
Miqësia së shumë e rëndësishme dhe më thonë, sepse na të gjithë dhe kemi ndonjë shok që rrimet ose dhe ditë, për hapëm të ai, kallëzojmë gjëra personale. Që nuk, për shembull, unë arisi, folëm ka herë gjëra shumë personale për njëri tjetrin, edhe si kallëzojna kërkujt, dhe më thonë lidhëm. Këto janë sekrete që na shoqet edhe shokët i flasim me vetja, po? Po. Aris, është ashtu? Po, Pra, miqësia e vërtet është shumë e rëndësishme. Andaj të dashur miq, pikë së pari lexojeni këtë libër sepse brenda flitet për miqësinë, por që edhe t'jemi fëmijë, t'jemi edhe njerëz që themi mirëdita, faleminderit edhe të dua. A ki do një porosi për moshatarët e tu ose për fëmijët e tjerë, sepse për të bërë një libër nuk është e lehtë, për marrë drejt nuk është e lehtë. Çka vyn përveç guximit, dëshirës, punës? Po, nëse e keni ndonjë talent, duhet punoni ende më shumë për të. Nuk është talenti që vetëm një talent edhe nuk duhet punoni hala më shumë për me arrit një qëllim. Nëse veç nuk e keni talentin, mundeni me punu ende më shumë edhe me bo më të mirë se ata që veç kanë talent. Do thonë, ti do të më thuash që punë atë ditë që të shohim pak gazetrit. Po, A kemi kështu? po. Të dashur miq, unë personalisht u kënaqa në këtë bisedë me Arisin. Besoj që edhe ju na ke dhënë gjëra shumë të bukura, përveç tjerash na ke dhëruar edhe këtë libër, por unë kisha pas dëshirë që këtë libër ta kemi kështu me në shkrim nga te, a bën? Po, sigurisht. Anisa, mos të harroj me tregu që kam e botu edhe librin e dytë temën në qershor për ditën e çlirimit të Biliqit, ashtu i bjen tema. Kam e qenë me roman ose tegime, zakonisht e bëj me tregim, por edhe romani nuk është ide e keqe. Edhe kjo do t'jetë si një dhuratë nga ti për qytetarët e Obiliqit. Po, Aris, të faleminderit shumë, unë jam shumë e lumtur që ke pranuar me që pjesë e emisionit Aventurat tona, të uroj shumë sukses, edhe sigurisht që prapë të takohemi në emisione tjera. po, faleminderit edhe juve. Do takohemi, po, se kam botu ende libra, nuk kam mendje me ndal këtu, edhe ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Me këto pamje familjare, ne përmbyllim këtë emision.